Që nga prili vitit 2025, Mike Huckabee, një protestant ungjillor amerikan, i bardhë dhe pastor baptist, shërben si ambasador i SBA-s në Izrael. Një fanatik fetar i djathtë dhe ish kandidat republikan për president, Huckabee më parë ka shërbyer si guvernator i Arkansasit. Ai beson, si pjesë e zellit të tij protestant, se nuk ekziston diçka e tillë si palestinez dhe se identiteti palestinez është thjesht një mjet politik për të tentuar t'i merret toka Izraelit. Ai përshkroi palestinezët në Gaza si të ligë, të pacivilizuar dhe barbar, në përputhje të plot me traditën e misionarëve, kolonizatorëve dhe forcave të tjera civilizuese. Huckabee kundërshton shtetësinë palestineze dhe hedh poshtë kolonializmin izraelit vendbanimeve në tokën palestineze, si asgjë më shumë se zhvillim urban. Duke kundërshtuar edhe vetë pretendimet izraelite, se ajo që kolonët hebrej ndërtojnë mbi tokë të grabitur janë vendbanime, Huckabee këmbgul se ato janë thjesht komunitete, lagje dhe qytete.